për të kuptuar se përse në Lam të Mirën e fundit që i dhanë shpat kasapit, shumë nga njerëzit e pranishëm aty vendosën që të regjistronin pamje dhe të ngrinin telefonin. Pse është kjo sjellje? Çfarë po ndodh me ne si shoqëri? Dhe nuk është rasti. Së pari unë ju falenderoj që më jepni mundësinë që dhe unë të shpreh ngushëllim me familjes. Është një lajm që na ka tronditur të gjithëve mbjet kur janë në moshë shumë të parakoshme dhe kur vinë krejt papritur, na kapin të papërgatitur dhe pa diskutim që na lënë gjurmë apo një lloj trishtimi emocional dhe ne kemi vënë re që kaq gjatë të gjithë njerëzit po thonë si është e mundur, sa e pabesësh ndonjëherë jeta dhe kjo na jep edhe mesazhin që bëjmë mirë t'ia dim vlerën momentit këtu dhe tani dhe të shijojmë maksimumin e jetës. Nga ana tjetër, unë vëre me shumë keqardhje që sa më shumë bjem në kontakt me teknologjinë dhe me rrjetet sociale, aq më shumë ne shmangim anën tonë më të bukur njerëzore, të ndjejmë momentin, të përjetojmë, qoftë edhe një lloj trishtimi, apo të dim të jemi empatik apo të dhëmshur për gjithë këtë humbje të madhe. Dhe vëre me keqardhje që përdorim edhe momente të tilla, kaq të hidhura për të marrë vetë ne vëmendje. Çfarë përpos anës më pak njerëzore që unë vëre në një ceremoni martore të kësaj natyre, të kesh mendjen të nxjerrësh celularin edhe të filmosh momentin, së pari ti tregon që nuk je aty për të mbështetur dhimbjen, së dyti tregon që po e kthen këtë gjë në funksion të vetes tënde, pra për ta botuar diku, për ta hedhur diku dhe për të marrë vëmendje, për të marrë like, për të marrë pëlqime, për të marrë komente, pra kemi arritur që jemi kaq pak njerëzor, kaq pak të dhëmshur, sa përdorim ceremoni martore për t'i vënë në funksion të vetes dhe kjo më trishton, t'ju them të drejtën, dhe tregon që njeriu i kohëve të sotme gjithmonë më tepër po shmang atë që unë thash pak më parë, kontaktin me njerëzoren e vet.